E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish sonte. Tani do të flasim për një gazetare që në fakt është duke thyer rrjetin social. Do të flasim për Grida Dumën. Grida Duma ndahet nga i dashuri, i bën dis publikisht. Çfarë po ndodh me Gridën dhe me Salianin? A ka një krisje të madhe mes dyshes më të komentuar të momentit në Tiranë? Kjo është pyetja që po qarkullon orët e fundit pas një zhvillimi të papritur që vjen menjëherë pas monologut viral të Grida Dumës në Top Story. Nëse keni ndjekur emisionin e pardjeshëm, me siguri e keni vënë re, Grida nuk ishte thjesht e ashpër me politikën, ajo ishte pamëshirshme. Por në fakt ajo që ra në sy dhe shkaktoi tërmet në rrjet, ishte fakti se moderatorja nuk kurseu as njeriun që dihet prej kohësh si partneri i saj, Ervin Salianin. Duma lëshoi një frazë që i bëri të gjithë të kthenin kokën. Nuk guxojnë të më përbaltin emrin. As alla Edvin, as alla Ervin, thot. Që në këtë rast e kishte për Ervin Salianin. Përmendja e emrit Salianit në këtë kontekst, duke e futur në të njëjtin thes, le ta themi, me kundërshtarët e tjerë politik, u duk si një distancim i ftohtë dhe i llogaritur publik. Por duket se gjërat nuk kanë mbetur vetëm te fjalët. Prive me Libertas Pahiun ka vënë re një detaj që në vitin 2025 flet më shumë se çdo deklaratë zyrtare. Grida Duma e ka bërë unfollow Ervin Salianin në Instagram, do të thënë që nga ndarë. Një verifikim i thjesht në listën e saj të ndjekësve tregon se emri i deputetit demokrat mungon. Nga ana tjetër, Saliani vazhdon të ndjekë Gridën. Një shenjë që ndoshta tregon se vendimi ka qenë i njëanshëm ose i papritur për të. Do të thënë mund të jetë një acar i Gridës që Saliani mund ta ketë acaruar dhe Grida ka dalë në këtë nivel dhe normalisht nuk e përballon dot, ndërsa për Ervinin mund t'i duket një rikthim sepse ndoshta kanë patur lëvizje të këtilla me Gridën edhe më herët. Ky zhvillim vjen si një rufe në qiell të hapur, sidomos duke pasur parasysh muajt e fundit. Ervin Saliani në disa dalje mediatike kishte hequr dorë nga hermetizimi i tij i zakonshëm, duke lëshuar deklarata të forta dashurie. Vetëm pak javë më parë i pyetur për raportin me Gridën, ai u shpreh se ajo është bashkëdhëtarja e tij dhe pjesa më e rëndësishme, madje duke përdorur frazën që u bë virale, kënaqësia ime e përjetshme. A është ky veprimi i Gridës thjesht një manovër e vogël për të ruajtur integritetin e saj profesionale si gazetare përballë sulmeve politike, apo marrëdhënia e tyre ka marrë fund vërtet? Distancim publik apo ndarje reale? Për momentin mbetet vetëm një unfollow i heshtur që vërtet shumë fort. Dua të marr mendimin tuaj. Mendoni që është ndar Grida nga Ervini apo e bëjnë thjesht për klikime?